Biznesmeni Bexhet Pacolli është paraqitur këtë të premte në Prokuorinë e Tiranës, ku është marrë në pyetje për gati 3 orë në kuadër të hetimeve që lidhen me konfliktin e tij me bashk aksionerin Valon Ademi për projektin e aeroportit të Vlorës. Në një komunikim të shkurtër me gazetarët pas daljes nga prokuria, Pacolli theksoi se besonte drejtësia shqiptare dhe mohoi që përplasja të ketë lidhje me motive politike. Ekonomion duhet të gjithësisht unë besoj shumë në drejtësi dhe në vendimet gjyqësore dhe do të veproj ashtu si do të pasojnë vendimet gjyqësore. Çdo gjë është në rregull. Aeroporti do të bëhet edhe një aeroport më i bukur i këto shtatë. Çështja ka nisur pas padisë aksionerit të minorancës Valon Ademi, i cili ka depozituar ndaj Pacollit duke akuzuar atë për mashtrim dhe shkelje të marrëveshjeve të nënshkruara për ndarjen e aksioneve. Thelbi i konfliktit është përqindja e pronësisë në koncesionin e aeroportit. Zyrtarisht Ademi zotëron 2% të aksioneve, por pretendon se në bazë të një kontrate notariale i takojnë 47%. Kontrata në fjalë është firmosur më njëherë pas largimit të grupit turk YDA nga projekti, i cili zotëron 40% të aksioneve. Pas këtij momenti kompania e Pacollit Mapco bleu aksionet për shumën simbolike prej 4.200 eurosh, ndërsa të njëjtën ditë nënshkroi me kompaninë 2A Group të Ademit një marrëveshje të re që parashikonte ndarjen 53-47%. Megjithatë, kjo marrëveshje nuk është regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit, çka ka bërë që kompania Mapco të vazhdojë të figurojë si aksionere kryesore konsorciumi, duke mos pranuar ndryshimet e strukturës së pronësisë. Në anën tjetër, 2A Group kërkon që të njihet zyrtarisht si pronare 47% të aksioneve, duke ju referuar kontratës notariale dhe dokumenteve të investimeve që sipas saj provojnë kontributin financiar në projekt gjatë 2 viteve të fundit. Përplasja mes dy bizneseve ka sjellë edhe tensione të brendshme në administratën e kompanisë aeroportit, duke çuar fillimisht në shkarkimin e administratorit të parë dhe dorëheqjen e pasardhësit të tij pak ditë më parë.